Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si gjithmonë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. Dhe sot do të risjellim një histori që është trajtuar vetëm përpara pak ditëve. Historia e Xhesit, një nën 25 vjeçare, e cila vetëm përpara disa ditëve ishte me mua në këtë studio ku rrëfeu historinë e jetës së saj. 14 vjeç u largua me babajnë e fëmijëve të saj për shkak të dhunës dhe se ai ishte një përdorus i lëndëve narkotike. Ajo u largua me 2 fëmijët e mitur, por jetesa e re që nisi në Itali e bëri që fëmijët të ndaheshin nga nëna. Ne në emisionin e parë nuk patëm shumë kohë që të trajtohesh kjo histori dhe të kishim një përballje me ish njerëzit e burrit, ndaj Xhesi ka vendosur të vijë sërish sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, dohet me mua, sërish me imazhin e mbuluar dhe dua ta përshëndes. Xhesi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Uroj që ditën e sotme ta kemi kohën dispozicion për të thënë të gjithë historinë e plot dhe me shpresën që edhe palën tjetër do ta kemi në një lidhje telefonike. Por më lejo të ti përshëndes edhe të përshëndes dhe të ftuarën time juriste Nexhi Beqiri, e cila ndodhet sërish sot për historinë tuaj. Nexhi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Do të vazhdojmë historinë e Xhesit, e kujton fare mirë kur ajo ishte në studion ton dhe tregoi momente të vështira nga jeta që kishte bërë me një partner përdorues alkoolit, xheloz që dhunonte në orët e vona të natës, dhe kjo nënë u detyrua me 2 fëmijë të vegjël të largohej, por që sot i ka humbur. Nuk është rasti vetëm i Xhesit, por në Shqipëri këto vite me emigracioni doli një dukuri që nuk ka qenë më përpara. Se dhe kur kishte divorce, përsëri prindrit ishin pak a shumë në të njëjtin vend, në të njëjtin shtet. Kurse tani lëvizin, ndonjëherë dhe për interes të fëmijëve, të jenë në një vend më të mirë, më të garantuar për jetën, shëndetin, për ekonominë e tyre, për të ardhurat financiare e tjerë, ndërkohë që ligji, domethënë nuk është i manovrushëm, është i ngrirë. Domethënë mamaja merr 2 fëmijë për t'i ratuar, shkon në Itali dhe babai pasaj e denoncon edhe kur vjen mamaja e fusin burg. Ose dënojnë me dënime të tjera alternative. Domethënë ka një mungesë që në ligj që si do zgjidhet. Ose do që ta marrë atje ku shkon për shkakun, sepse ka një zgjidhje martese, nuk ka pse ta mbyllë jetën që 30 vjeç apo 27 vjeç. Domethënë ai do ketë një jetë të vetëm tani. E qartë. Si do veprohet me këta 2 fëmijë që babai i do që të rinë në Shqipëri. Kurse fatin e vet, kjo mama e ka që duhet shkojnë në Itali. Kështu që ka disa gjëra të cilat me praktikën që është krijuar këto 30 vjet në Shqipëri, ka vend për ndryshim të ligjit. Ka vend për ndryshim edhe në të drejtat e 2 prindërve ish bashkëshort në lidhje me prindërimin. Pra si do veprohet. Por do e diskutojmë ditën e sotme gjatë, por për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur emisionin kur kjo 27 vjeçare Xhesi ka qenë me mua në studio, unë dua t'i jap një kronik dhe rikthehemi. Historia e Jessica Gjurës, një 25 vjeçare nga fshati i Ishëm i Durrësit, është një tregim i dhimbshëm që dëshmon luftën e një nëne për të mbajtur pranë fëmijët e saj. Jessica, atëherë vetëm 14 vjeç, njohu në shkollë një djalë 17 vjeçar, Imer Aljasin. Pavarësisht kundërshtimit të familjes, ata vendosën të martoheshin, martesa që në fillim nuk do të ishte ajo që kishte ëndërruar. Kur djali shkoi 6 muaj, unë vazhdova punën në një fabrikë. Edhe pse me dhunë, më shifshin prindërit e mi me shenja. Kur themi dhunë, ai të ka goditur fizikisht? Po, kam qenë në kjo ambulanca në Ishëm, mund ta vërtetojnë edhe infermierët që kam shku shumë herë e qarë, më kanë qep me 6 kapsa më fytyrë gjithandej. Por për çfarë të ka dhunuar? Kot, ja jepte ajo pija, psi e ngjumë, u kapte, janë ca gjona që... Ai ishte përveç përdorus i alkoolit edhe i lëndëve narkotike? Po, ishte. Po unë me atë kohë nuk e disha që janë lëndët narkotike, unë tash i ka morë vesh të gjonë, masi u jam da me atë, kam pa çfarë është jeta. Vitën 3 natës, më 4 mëngjesit në shtëpi, unë do i kësham 5 gjysmë punë, më gjejtim gjumë, e kapte ajo e pijes pse ti e në gjumë, gjejnë të zju pse ti e zju, hyte nga dritarja, kot pa lidhje ca gjona që i ka pija. Nga kjo lidhje, erdhe në jetë 2 djemtë, sot njëri 10 dhe tjetri 5 vjeç. Pas 7 vitesh martesë të vështirë, ajo vendosi të ndahej. Pas ndarjes, e reja e gjeti stre dhe mbështetje tek familja e saj në Itali, u largua me 2 djemtë, ish bashkëshorti i dha një prokur 3 mujore për t'i mbajtur fëmijët jashtë vendit, por pas mbarimit të afatit, ai e denoncoi në polici. Mora dhe fëmijët e regjistrova në shkollë në Itali,
ti more një prokur 3 muaj, gjithnjë me mendjen tënde që s'do ktheheshe më. Po, vazhdoj krejt sherrje. Edhe ky më kishte bërë një denoncim që më ka marrë fëmijët, ka kalu data e prokurës. Në momentin që unë kam dorëzu deklaratën notariale që ka kalu vetëm 10 ditë, 10 ditë kishin kaluar nga prokura që e të kështë dhe thënë. unë u lirova. I prura fëmijët, edhe ja kam lënë fëmijët me një dokument që e kam bërë në noter, që ja lej përgjegjësi çdo gjë babait vet. Nuk është që i ka prapë në Itali dhe braktisa fëmijët e mi. 2 vite më vonë, 25 vjeçarja filloi një jetë të re dhe njoh një tjetër person, por dhimbja për fëmijët nuk ju nda asnjëherë. Situata u përkeqësua në vitin 2022, kur xhaxha i fëmijëve, Eni Aljasi, vëllai i zhburrit të saj, mori djalin e madh me vete në Greqi. Pastaj me merr në telefon xhaxha i vet Eni. Po, ish punati juaj. Po, më thotë që Gjes do ma bish djalin në Greqi, sepse është më mirë për ne. Ram dakord, po i thash, do ta bi, po ama unë do të takoj fëmijët, do të flas me djalin. Pastaj unë është edhe aty që ka qenë muaj në gusht të kthehet fëmia. 1 vit e gjysmë fëmia nuk është kthyer në Shqipëri. Në emisionin e datës 9 tetor, ajo i bëri thirrje ish kunatit dhe familjes së ish bashkëshortit që t'i japi një përgjigje dhe t'i kthejnë djemt, ndërsa sot do të dëgjojmë dhe versionin e palës tjetër. Jemi rikthyer në studio dashur miq dhe ndoqëm momentet kur ti Gjesi rrëfeve jetën tënde. Sot do të pyes momentin e ndarjes. Aty e la me emision e parë që ti u ndave nga bashorti dhe shkove në Itali, por e detyruar të ktheheshe se ish partneri të denoncoi. Ndërkohë fëmijët që ndruan tek partneri, ti u ktheve në Itali. Çfarë ndodhi më pas? Mund të na i rrëfesh ditën e sotme për të kuptuar dhe ne se si u nda kjo nën me fëmijët e saj, se mos gaboj, në 2023-shin i ke sjell fëmijët në Shqipëri dhe ke 3 muaj që ata nuk i lejojnë fëmijët që ju të flisni telefon. Në 2023 unë kam pru të 2 fëmijët, po djali i madh i ku në Greqi, siç e thash edhe më parë. Pastaj ato 1 vit e gjys nuk e ka sjell fare xha i vet. Në dhjetor të 2024 ai e ka sjell nga Greqia në Shqipëri në mënyrë ilegale. Por në momentin që ti i dhe një prokur xhaxhait, ish kunatit, që ta merrte nipin për pushime në Greqi dhe kaloi 1 muaj, 2, 3, Kam shkuar kam taku vet. Ke udhëtuar nga Italia për në Greqi? Po, kam shkuar kam taku me burrin që jam, edhe më tha që herën tjetër s'ke për ta taku mos, sepse ke ardhur me burrin tënd. Unë s'do shkoja vetëm. Unë kam vazhduar jetën time. Xha i vet më tha që ti s'ke për ta taku mos sepse ke ardhur me burrin që je. Por ti nuk erdhe në Shqipëri të bëje një denoncim, sepse siç ti shkele prokurën dhe sa zbrite në Rinas të ndaluan, edhe ky xhaxha shkeli prokurën dhe ti duhet ta denoncoje. Logjikisht kam të drejtë zonja Nexhi? Prokurën e ke dhënë për sa muaj? Për vitin 2023 mrena muajit gusht ka qenë, për 10 ditë, as muaj. Për 10 ditë. Edhe nuk e ktheu në Shqipëri. Jo. E patjetër duhet ta kishe denoncuar. Ishte kjo gabimi im që nuk e denoncova, po se ka qenë vetëm për 10 ditë pushime, atëherë normalisht, me prokurën, kopjen e prokurës, me një provë që djali nuk është në Shqipëri, po është atje, e denoncon që e ka marrë fëmijën dhe nuk e kthen. Por ju nuk e denoncuat, por çfarë të thoshte? Se besoj ti e ke marrë shumë herë në telefon ish kunatin, se është absurde. Ish kunati të ndaloj fëmijën dhe të thotë mos hajde më të shkelesh në këtë shtëpi për ta takuar. Po dhe pse e mban? Po pra. Nuk e ka detyrim. Ligjor një xhaxha të mbaj nipin, kur nëna është gjallë dhe babai është gjallë. Po dhe babai është gjallë, babai i fëmisë është gjallë. Pse du ta mbaj xhaxha? Në këtë situatë, a quhet rrëmbim? Domosdo, aq më tepër që prokura ka qenë me afat të përcaktuar 10 ditë. Ai e mban peng tani. Si e mban? Sot ish vjera flet me njerëz, thotë që fëmijën e madh e ka bërë vetën me letra, me dokumenta në Greqi. Si është bua i fëmia im i xhait me letra në Greqi, kur unë nuk kam Kjo është një marrëzi. Kjo është një marrëzi. Unë nuk besoj që ai në shtetin grek ka mundur ta bëj nipin djalin e vet. Është marrëzi. Me ai sa unë jam ndjeni, ai nuk ka letra vet në Greqi. Ai kalo vet na për ferrat e Greqisë, themi ne. Ka kaluar dhe fëmin tim ashtu. Po kjo bëhet akoma më rënd. Një xhaxha që jeton në mënyrë ilegale në Greqi. Ka fëmijë mban dhe një fëmijë ilegal. Është beqar. Po. Edhe pse mban? Janë 3 vëllezër atje. O kush kujdeset për djalin tënd? Është njëri është i martuar edhe mendoj që kujdeset ajo. Jo, xhaxhai që e ka marrë është i pamartuar. Po, është i pamartuar, është beqar. Shkon në shkollë, si është regjistruar? Nuk e di.
Ke informacion se bëhet akoma më rëndë situata. Sepse i kam pa ca foto që ka edhe shkunata me çantë shkolle, me gjorna. Po mirë dhe Gjesi më falë, po denoncimi me i parë, duhet ishte denoncimi për fëmijën. E qove për 10 ditë për pushime, nuk më ka ardhur fëmija, as në Itali, as ke babaj vetë në Shqipëri, denoncimi me i parë në polici është pikërisht për një fëmijë, ti nuk e di. Në më thënë, Xhaxhai mban djalin tuaj, pse? Pse mban? Nuk e ka kujdestarin. Nuk është ai përgjegjës ligjor. Edhe me ai se Të jetoj me babajnë dhe babaj akmerë dhe nuk ja lën telefon deri diku e kuptojmë. Po Xhaxhai të marri fëmijën kur babajnë e ka gjallë dhe nënën e ka gjallë? edhe kur kam fol me ishkunatin e madh, i kam thonë do të flas me djalin, thuje Enit, të më qis djalin, thotë që djalin nuk do të flas me ty. Është ai o i madh dhe i ka kuptu gjonat, nuk i ka kuptu një fëmijë 10 vjeç, nuk di asgjë, ai flet me fjalët që ngjok e tjerët. Ai flet me fjalët që ngjok, i shkunata, ki shkunati. Si ka qenë fillimisht komunikimi kur ti flisje me djalin? Mirë ka qenë, pastaj vazhdoi djalin fliste ashpër, edhe herën e fundit më ka thonë që o mami ti më ke lënë rrugët. Unë se kam lënë rrugët, ato e mori Xhai vet, edhe se ktheu. Dhe më thënë, djali me një fjali ti e kupton shumë mirë, që djali nuk është i lumtur që është atje. Jo. Se thotë, do më thënë, në një farë kuptimit ka bërë përgjegjëse, që ti e ke lënë në rrugë djali. Edhe ja kam thonë, qofse ti Romeo nuk je mirë, atje vje mami të merr prap. Jo, po duhet kishe shkuar. Para prakisht dhe pa të thënë djali, unë ndoshta jam pak kështu, si thuash, shumë strikte, por që ta lësh fëmin në diku tjetër, tek kunati, se ish kunati juaj. Po se merë dot kjo nën? Po se merë dot, duhet të e merë policia, shkon bën denoncimi në Shqipëri. Po, denoncimi. E merë direkt. Kjo nën jo vetëm që është dobuar, ka shkuar në Greqi për të takuar dhe është dobuar nga ish kunati. Ministria e policia shqiptare lidhet me policinë greke, atje qofse ka një adres eksakt ku jetojnë ata, është shumë mirë në mënyrë që policia të mos rrisa kërkoj, po ta gjejë si thua sa më shpejt, edhe pastaj ndërhyn, se i çon vendimin e gjykatës që përgjegjësinë ligjore për atë fëmijë kujdestarin e ka mamaja, e ka Xhesi, dhe ai fëmijë duhet kthehet direkt në Shqipëri. Ti nuk e di si përdoret ai fëmijë, nuk e di ku jeton, ku rri, për shëllime që mban atje. Besojmë më të mirën, që është Xhaxhai vetë dhe do shumë, po mund të dyshojmë dhe për më të keqen. Qështa unë kam fol nga 3 muaj, kush ai fëmija im? Pra ju keni 3 muaj që nuk keni asnjë lloj kontakti me djalin 10 I kam vjeçar? thonë, ish burrit i shkruajta, i thash, i merr ke fol me djalin? Jo, edhe mu në komplet, i ka hyrë mendja madhe. Një fëmijë 10 vjeç ka mendje madhe të flas me babin? Jo, shumë keqen. Por ngjarja bëhet më e rëndë kur Xhesi tregon që djali pas një viti qëndrimi në Greqi ka hyrë në Shqipëri. Po ka hyrë në mënyrë ilegale, edhe ka ikë poshu, ka një 2 javë në Shqipëri, javë, nuk e di, unë kam qenë në Itali. Si ke mësuar këtë lajm? Me morë mami im, ka qenë në Shqipëri, më morë në telefon, thotë, o, Xhesi ka ardhur me o në Shqipëri. Thash, po si ka ardhur, marrë gjyshin e vetë, më thotë, po është këtu. A do rri për vitin e ri, tha, dhe nuk e di, a do iki. Kur e marrë vesh, sa i ka ikë prapë. Po shti mund të një Xhaxha të marri nipi në mënyrë ilegale, ta fusi në Shqipëri, ta nxjerri prapë, të pengoj nënën të ketë kontakte. Ky person, ne po e denoncojmë, si quhet? Mund ta bëjmë publik emrin e tij? Po, Eni Alliasi. Eni Alliasi, i cili ti po e denoncon në këtë studio uroj që të ndiqemi nga institucionet, se ky person duhet marr masa me një fëmijë 10 vjeç, quhet rrëmbim. Të kalosh kufirin në mënyrë ilegale, Xhaxhai me nipin, ndërkohë që nëna e kërkon të birin dhe nuk i ka dëgjuar zërin për 3 muaj, ndërkohë që edhe babai ish partneri deklaron që edhe unë nuk flas. A shumë më ka thonë, nuk flas. Edhe ai vazhdo me akuzat e veta, që do fëmijët ti s'bje lek, ti s'bo lek, i ka mesazhet krit këtu. Thash ti do lek nga unë për fëmijët tuaj, jo për mua. Po pse nuk e mban babai? Babai vetë nuk punon. Pse nuk e mban? Babai vetë nuk punon. Fëmijën e vogël timen mama gjyshja dhe gjyshja. Ish vjeri dhe ish vjera. Fëmija vogël ka një histori sepse ka emrin e ish kunati që ka vdekur. E qartë. Edhe ata e majnë edhe nuk... Do më thonë tani Xhesi për që në qartë, edhe djali vogël është në Shqipëri. Të gjyshi dhe të gjyshja. Po. Gjyshi dhe gjyshja. Unë ka marrë në Shqipëri në 30 prill këtij viti, po, sepse burri im që jam aktualisht u detyruar nga Italia të ikë në Gjermani, edhe unë thash tik në Shqipëri edhe kam djalin e vogël afër, edhe
rrimi djalin. Ka marrë në Shqipëri deri me 30 prill e deri në tash në këtë momente 2 herë kam taku çunin. Nuk ta lejon. Nuk ma lejojnë. Se nuk e man ti Gjesi djalin e vogël? Nuk ma lejon, nuk ma Po ti a japin. ke vendimin e gjykatës? Kam shku në polici. Edhe nuk E kam marrë nuk ma jep. Kam shku në polici Ke me shkuar vendim përmbarim? shko ke përmbarimi. Kam shku ke Po, përmbarimi. Nuk e di se nuk i marrë vesh. Po kjo është tani, e të thonë pse ka ngjarje të rënda në Shqipëri. Imagjinoje, ka një vendim gjykate dhe Gjesi ka kujdestarinë e djalit vogël i cili tani është 5 vjeç. 5 vjeç. E mban gjyshja dhe gjyshi, ndërkohë që Gjesi është sot këtu në studio, Gjesi jeton afër shtëpisë atyre dhe tani nuk ja japin fëmijën. Ka shku në polici, nuk e kanë arritur që ta realizojnë këtë gjë, se thonë shkon përmbarim. Dhe normalisht përmbarimi, më thonë, është institucioni që merret me zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Do më thënë, kur shkon një qytetar dhe i thotë që urdhëro vendimi gjykatës dhe unë fëmin tim nuk e kam, e mbaj njerëzit e burrit, atëre duhet përmbarimi, ka dhe policinë, e njofton policinë, ka psikologet me vete e tjerë dhe bën të mundur që fëmija nga banesa ku është të shkoj ke Gjesi. Tani unë nuk e kuptoj. Kush duhet të merret me këto punë? Pse institucionet e shtetit nuk i zbatojnë këto detyra? Janë punët e tyre. Janë punët e tyre për të cilën ata marrin pagën mujore. Qartë. Dhe tjetra, në këto rast, shkohet, denoncohet edhe në polici që pikërisht tani është përmbarimi ai që nuk zbaton vendimin e gjykatës, se unë e kam quar. Ja prova që unë e kam denoncuar. Ja prova që unë kam qenë atë ditë. Kam quar këtë letër, këtë ankesë, kam plotësuar këtë formular, kam këtë fletën që kam qenë prezent atë ditë, në këtë orë ke filan përmbarus. Nuk e zbaton. Atëherë, unë po denoncoj që pikërisht përmbarimi i rreti gjyqësor në Durrës nuk merret me zbatimin e këtij vendimi gjyqësor. Atëherë të merret ai pandehur, ai përmbarues. Domethënë nuk e kuptoj. Pse ja bëjnë jetën njerëzve Të vështirë. Skëterë ja bën. Se tani kjo ka qenë përreth që ka ardhur në Shqipëri Dhe prit të bashkohet me të birin. Edhe nuk e shef do djalin. Ku jemi, çfarë shteti jemi? Si mundet bëj ligjin 2 prindër, 2 gjyshër, apo dhe ish bashorti, ndërkohë që ligji është pikërisht vendimi i gjykatës së Durrësit. Këto janë gjëra që nuk ndodhin në në Shqipëri. vendin tjetër, në vend tjetër duken shumë të çuditshme. Po në Shqipëri janë normalitet. Në Shqipëri këto po bëhen normale, që do të thënë kush do të acarohet, kush do të Darin e ekstreme. Do më thënë dhe pasaj të bëjmë veprime që janë jashtë normalesh, jashtë logjikës, jashtë ligjit, rregullit, nderit, dignitetit njeriut e tjerë. Do më thënë, ja sot e bëjmë këtë emision, kush do ndërhyj tani? Ja kjo vajzë vetme ka ardhur një studio të ngre këtë problem. Kush përmbarimi i Durrësit tani? Qa do bëjnë ata mbas këtij emisioni? Ku të shkoj tjetër? Kjo në polici ka shkuar, në përmbarim ka shkuar. Qa duhet bëj kjo qytetare tani për të siguruar që duhet jetë me djalin e vetë? Por ja çfarë do dashur Nexhi, me që më bëre këtë pyetje, nuk kisha menduar asnjëherë të jepja një përgjigje transmeti për tilla situata, por ndodh që kur këto histori denoncohen, bëhen publike, dalin në ekran, shpërndahen në rrjetet sociale, kalojnë në platforma YouTube, Instagram e çfarë ka televizioni jonë më pajgjurëm, atëherë reagon institucioni. Nuk është hera e parë që më ka ndodhur që historitë që janë trajtuar në studion e emisionit pajgjurëm kanë marrë zgjidhje më pas sepse institucionet ju kanë hapur dyert dhe kanë reaguar. Por kjo s'duhet të ndodhi kështu. Po gjysma e të keqes. Kjo s'duhet të ndodhi kështu. Me vonesë, po të paktën merr zgjidhje, po ka zëra që nuk Dhe unë pres ditën e sotme që të kemi një komunikim dhe me zyrën përmbarimore të qytetit të Durrësit, në japi një shpjegim pse ai vendim gjykate nuk është ekzekutuar nga vetë zyra përmbarimore. Por e dashur Gjesi, dua të pyes, në momentin që djalin e vogël e ke lënë tek ish-vjeri dhe ish-vjera, ai nuk të njeh, besoj. Jo, me një, se e më shiko djali shanë për mua. Jo, për shkak të moshës dhe... Jo, me një. Kur e takove për e të fundit, çfarë të tha? Unë e pashë në qendër me babin e vetë, ju afrova ta merja, ai më tha mos më afro. Nuk mund të afrohem, sepse kam frikë. Të afrohem të marrë fëmijën, i bie të kem një konflikt me te. Po kjo është e tmerrshme, një nën të ndjeki, tani ish partnerin për takuar të birin, kjo është... Edhe fëmija me një, fëmija më thirë mami, i blej lodra, i blej gjona, ja qoj kidera, ja lej kidera, i merë gjyshi vetë ja jep. Ku jemi ne këtu? Se vërtet çfarë është kjo?
Vete lodrat ja le të dera dhe ikën? Ja le ke porta, i merë gjyshi vet, ja jep. Edhe i e di, mi ka ble, thot mami. Është e dhimbshme. Shumë. Këto janë çmendurira që bëhen vetëm në Shqipëri. Domethënë ti je aty komshi, e shef dhe nuk e takon dot djalin tënd. Apo kjo s'ka anë e udhë. Kështu thot populli, kjo gjë s'ka anë edhe udhë. Domethënë s'di ku të shkosh dhe ku ta takosh, ku ta zgjidhësh etj. Domethënë ja si i lën qytetarët në hallin e tyre, në ankthin e tyre, në lodhjen e tyre mendore dhe shpirtërore, që një vajzë e re 27 vjeçë nënë e 2 fëmijëve, tani për moment, edhe të ketë gabuar Gjesi një moment, edhe të ketë gabuar, do më thënë, të ketë larguar, të ketë dhënë në besim ja ka dhënë kunati për ca ditë pushime. Ose si thuash, ndoshta dhe nuk ka arsyetuar gjatë që mund t'i dilni kaq shumë probleme, e kalon dhe djalin e vogël ke vjera e vjeri. Pa ato janë fëmijët e saj? Si mundesh ti arbitrarisht që t'i ndash fëmijët dhe t'ja marrësh fëmijët? Fëmijët mund t'i marri vetëm shteti me një vendim gjykate. Do më thonë vetëm qoftë se ka bërë një krim kjo mama e këtyre 2 fëmijëve. Qoftë se ka një sjellje e cila dëmton jetën, shëndetin e fëmijëve. Në qoftë se e bën bashkëpunëtor dhe fëmijën në një krim, bën vetë një krim, por njëkohësisht ka bërë dhe fëmijën si thua bashkëpunëtor në një krim, atëherë hiqet kujdestaria. Por faktikisht ka kujdestarinë e fëmijës edhe sot. Domethënë si mundet të veprohet në këtë mënyrë? Domethënë çfarë shteti jemi ne, ku si mundet të lejojnë gjëra të tilla? Përmbaruesi e di këtë gjë, pse nuk vepron? Polici aty në rajon më të afërt ku është ankuar Gjesi, e di këtë situatë? Po, e di. E di. I di një ndjeni çdo gjëja. Por askush nuk reagon. Sa herë që ka shku në polici zhburrim, unë kam dhënë deklarat, ai ik më para në shtëpi se iki unë. Kjo është skandaloze, po mirë, jemi rikthyer sërish bashkë live dashumish, ku jam në studio me Gjesin, me nënën e 2 fëmijëve e cila fatkesisht ka humbur fëmijët e saj pas divorcit, e them e humbur sepse ish njerëzit e burrit nuk e lejojnë këtë nënë të ketë kontakte me 2 fëmijët e mitur. Djali i madh 10 vjeç, ndërsa djali i vogël vetëm 5 vjeç. Fëmijët janë ndarë, djalin e madh është xhaxhai që ka marrë në shtetin grek, ndërsa djali i vogël rritet në Durrës nga gjyshja dhe gjyshi. Që të mos humbasim e dashur Nexhi dhe e dashur Gjesi, unë duaj që ditën e sotme të telefonoj ish kunatin tuaj, Eni Aljasi. Ai, juve na keni vënë dispozicion një numër telefoni, ai të ka bllokuar. Ai të ka bllokuar, por unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme, numri që ti na kemi vënë dispozicion, ai të na përgjigjet. Jeton në Greqi, se prefiksi është grek. Në Amfisa të Greqisë. E qartë, dhe edhe njerë të lutem, dua të dëgjoj, sa koke që ai të ka bllokuar dhe të ka thënë ti nuk e punë më me djalin të flasësh? Unë kam një vit që s'kam fol fare me të, me fëmin kam 3 muaj. Pra ke 3 muaj që të ka bllokuar kontaktet me djalin. Me djalin. Atëherë unë e telefonoj me shpresën që zilja po bie, me shpresën që Eni Aljasi ditën e sotme do na përgjigjet. Përshëndetje. Përshëndetje. Me Enin flas? Po. Eni, më falë që të shqetësoj. Unë quhem Odeta Dume. Jam një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Sot në studion time ka ardhur ish kunata juaj, Gjesi, e cila po tregon se ka humbur çdo lloj kontakte me djalin e saj 10 vjeçar dhe ky fundi ndodhet me ju në Greqi. Okej, kam një punë që mund të flas më vonë. Jo, të lutem, mund të më japësh një përgjigje pse nëna nuk ka... Nuk dëgjon, jam punë, nuk më gjej. Të mama si gjim çare. Po mbaron programi pas gjysmëore dhe unë do doja 5 minuta kohë të na jepnit. 1 sekond. 1 sekondë, presim, ndoshta është në punë. Sigurisht, Greqia është një orë para, atje ora po shkon 5:30. Logjikisht mund të jetë në punë dhe e mirë kuptojmë. Tha më prit 1 sekondë dhe do ta marr sërish në telefon, por patjetër që ditën e sotme do marr dhe ish vjerrën tuaj. Ju kur keni folur për të fundit me ish vjerrën apo me ish vjerrin? Dje, kam fol. Dhe çfarë të kanë thënë? I tha shif do të flas me Romeon, më tha nuk dëgjon. Tha shif son do ta bëj punën më të madhe, do ta denoncoj se do të flas me fëmin. Qofse bëhet gjë, tha edhe me Turin nuk e për të fol më. Në çfarë mënyre kjo është kërcënim? Pra nëse ti e bën më të madhe, ti s'do flasësh me asnjërin prej fëmijëve. Dhe konkretisht do t'i tha ish vjera?
Ishvjeri. Ishvjeri, si quhet Ishvjeri? Fadil. Zoti Fadil, na ke vënë dispozicion dhe një numër të Ishvjerit, unë do e telefonoj për t'i dhënë kohë dhe Enit me që ishte në punë, ish kunatit, sepse është e tmerrshme që dy fëmijë të vegjël të ndahen nga nëna, njëri tjetoj me xhaxhain në Greqi, se si ky xhaxha e mban një fëmijë pa dokumenta, por edhe dy gjyshër që ndajnë një 5 vjeçar nga nëna e tyre. Po telefonoj zoti Fadil Aljasi, me shpresën që ai do ma hapi telefonin, uroj të na ndjej. Përshëndetje. Alo, Alo, përshëndetje. përshëndetje. Me zotin Fadil flas? Po, Zoti Fadil, po të prezantohem. Unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. po, Sot në studio kam ish nusën e djalit tuaj, Gjejsin, po. e cila po tregon se nuk ka asnjë lloj kontakti me dy fëmijët e saj. Dhe njëri prej Kush që tha? ish nusja e djalit tuaj Po, ka treguar se nuk ka kontakte me dy fëmijët e saj. po, Dhe djali vogël ndodhet tek ju, kujdeseni ju për atë. po. Por pse nuk e lejoni një nën të ketë kontakte me fëmijët? Ato a ketë nonën ti? Po, këtu e kam në studio. Pa e ato rrejt, se oj ma shtru se fmit, aja i ka shto vetë, se fmit i ka mreton, aja s'ka rrët fmit. Por ju po e pengoni një nën të rrisni fëmijët e saj dhe... Jo më ti shoqe, jo se fmit i kalone, ka marrë burë tjetër. Jo, të lutem, Fadil. Jo, jo. Fadil, ajo vërtet ka jetën e saj dhe do marri një burr tjetër se jeta vazhdon. Burën e pa fmit i ka shlu vetë, i ka shlu me në tere fmit, ke te kina bo gjyqë, ashtu ta kina gjyqë. Po jo, të lutem, të japi një deklarat notariale që ju të mbani fëmijët, nuk do të thotë që kjo nën s'do ketë më kontakte me fëmijët e saj dhe ti t'ja pengosh. Aja kina qitë fmit, ja kam dhonë fmit, ka fol me ta. Me Romeon ka folë. Kur ka folur? Ka majtë fmit, unë jo. Zotri, djali juaj, Eni, ka marrë djalin e madh 10 vjeçar dhe e mban në Greqi në mënyrë ilegale. A e kupton që ai dënohet? Pa vete ka qu fminat, gjë mu këta aja ka qu vetë fminat, tja ka registru në shkollë vetë, aja që të thonë të, sa jo mashtru, sa jo rrugacin, mu së mërë ata. Po të lutem tani, një gjysh nuk ka lezet, jo të lutem. Zoti Fadil, për gjithë respekti që kam për moshën tënde, një gjysh nuk mund të flasi me një gjuhë arrogante për nënën e nipit që po rrit në shtëpi. Nuk kush nona aja, se nona a kalon 4 muj shunin aja. Sepse ajo shkoi në Itali për një jetë më të mirë dhe ju e detyrua të kthehej. A kalon 4 muj djallin, i kam rëtun fmit moshat keqe me 80.000 lek pension. Fadil, por kjo zoj na ka sjellë në dispozicion dhe disa fatura, Western Union për pagesat që ka bërë. A di u faturët e saj, se unë jem gjyq me ta, halas ku marru gjyqin. Se çfarë pretendoni ju që e keni hedhur në gjyq? Po jo, e ku djallin e ka hod djallin, se për që ka hod nuk di gjonë. Po, se i ka shku ka botë sa mas ka lejtja tjeja në për gjukatë, se ka i dvetën atje gjyqja, se këtoja se ka për të në bojë gjoneve. JC, zoti Fadili, zhvjeri juaj thotë që unë nuk e kam penguar nënën të ketë kontakte me fëmijët. Sa herë ke thonë fëmijën e vogël ki shtëpia, thoi se ka nga Italia. Sa herë ka marrë fëmijën në shtëpi? Po, ja, unë do të afrohem, që kam telefonin kështu, të lutem, mund të flasësh direkt. Po, mund të flasësh ta mbaj unë telefonin. Tashi më ngjo? Po të më gjoj. Derisa ka marrë nga Italia, sa herë ma ke dhonë fëmin me e morë ki shtëpia? Sa herë ta kam thonë sa herë ke deqarë, ke 2 herë ma ke dhonë fëmin, nuk ma lijoj djali jot me e morë, e para. E dyta, Romeon, sa kam pa folë? Ta kam ndalu fëmin të unë. E dyta, Romeon, sa kam pa folë? Jo ti, jam të thonë djali jot, s'kam thonë gjë për ti. Gjë mund të njësë, se adin Romeja nuk të dhe me të folë vetën. Nuk do Romeo me folë, Romeo 10 vjeç, janë fjalë që i folin ato, jo me folë. Unë i kam folë që unë i të si ke dalë, ma nuk i dalë ta me folë, sa. Pse s'do fëmija i me dalë me folë? Pa nuk do se ashtu e ke mësu të në. Ku e kam mësu? Unë kam 3 vjeç që se kam shtëpia, e kini ju. Nuk është normale zënë e gjikë bisedë, do një fëmijë. Po djali 5 vjeç dhe ai nuk do takoj nënën. E ti Roma se ti nuk e ashtu e takoj. Mirë, tash unë po e them këtu, që unë do ta denuncoj edhe unë i du të 2 fëmijë mrapsh. Unë i du të 2 fëmijë mrapsh, kaq. Unë i du të 2 fëmijë mrapsh. I du të 2 fëmijë mrapsh. Qëri? I du të 2 fëmijë mrapsh. Të fëmijët? Po. Po jo me ti shkoj,
Shko vrej fëmijët aty ka i ashtu të se fëmijët i batalon baba të në. E pse i pruna, sepse më kishte denoncu djali jot që ka kalu 3 mujosh. Janë gjithë letrat. Janë gjithë letrat. Ja ke çun djalin tim 100 herë gjyq. Por çka kam çun gjyq, përdhun. 100 herë gjyq e ke Përdhun. Kote ke çun gjyq. Përdhun. Përdhun e kam çu. Janë gjithë gjyqet që e kam çun gjyq Por gjithë përdhun. mos të mbasim edhe shumë kohë televizive. I dashur Fadil, jam Odeta gazetarja. Unë në fakt të jap një këshill dhe pse jam vajza juaj për moshën që kam. A je kita duma? Ajo jam e gjitha. A ku ka nishtë me kandidu për atë Jo, nuk jam Grida Duma, nuk jam Grida Duma. Nuk jam Grida Duma, jam Odeta Dume. Nuk kam lidhje me politikën, jam apolitike. Zoti Fadil, të lutem, Zoti Fadil, të lutem, Zoti Fadil, të jap një këshill dhe pse më konsiderosi vajzën tënde. Sikur ish nusja e djalit, 1 milion gabime të kishte bërë, nëse ti e do vërtet atë nip, mos e ndaj nga nëna, sa i ka nevojë për erën dhe dashurinë e saj. Ua, që ja kam të luj për zotës, ja kam dhënë fëmijë primje, nuk pa desh pa e jep, 10 timar. Të vi ti marri, thot. Po mirë. Do vjerë son të thoj të marri. Po mirë, mund të vi sot ose nesër ta marri djalin dhe ta takoj? Pa të vjerë se se ka në lu kushtë. Le të vi, thot. Mos dal djali jot, thoj. Pa se ka në lu kushtë. Po mirë, do jemi dhe ne të pranishëm në këtë takim. Po. Dakor, të falenderoj Zoti Fadil. Se ka në lu kushtë për zotin. Gjithsesi të falenderoj Zoti Fadil, sepse do lidhem edhe me djalin tuaj Eni në Greqi në këto momente që është duke më pritur. Gjithë të mirat. Zonja Nexhi, një koment për bisedën e dëgjuat me vëmendje. Nga fundi u zbut pak. Ndryshoj pak qëndrim Fadili, kështu që mirë bëri që reflektoj pak, por fillimi që është shumë i acaruar, në më thënë fillimisht, kështu që një gjë duhet ketë parasysh ky zotëri edhe kush do tjetër, që është në rolin e gjyshës, të xhaxhait apo ish bashortit që është baba i fëmijëve. E qartë. Është mamaja biologjike e 2 fëmijëve, kjo zonjë që ka ardhur sot në studio. Nuk ka zot që e ndalon që këta fëmijë të rriten në pranin e nënës dhe të babait njëkohësisht. Edhe pse këta janë në godina të ndryshme ku jetojnë, mund të jenë dhe në shtete të ndryshme, është detyra e këtyre 2 prindërve të mund të sigurojnë që të jenë pranë fëmijëve të tyre për t'i ushqyer, për t'i rritur, për t'i edukuar, për t'i ofruar dashuri, kujdes, në mënyrë që ata fëmijë të jenë mirë. Kështu që ky baba, i cili premtoi që do t'i japi menjëherë djalin që të vi ta takoj, por kjo ka të drejtë edhe ta marrë ato djalë, që ka një vendim gjykate. Po jemi në proces gjyqësor, tha. Po, ka kujdestarin, po njëkohësisht ai zotëri duhet tani të interesohet në mënyrë që djali vetë që është në Greqi ose xhaxhai i fëmijës ta sjelli menjëherë fëmijën, sepse e para njerë që nuk ka akordin e kësaj nëne, pra nuk ka thënë kjo që duhet të rri në Greqi djali, pavarësisht se ai mund të ketë bërë ndonjë marrëveshje me vllajën e vet, baban e fëmijës që është në Shqipëri, që mund t'i ketë thënë që mbahet e tij atje në Greqi. Por mamaja nuk ka dhënë akord, gjithsa insiston që e do djalin dhe do pranë vetes. E fundit, pa i shtuar shumë, ka një vendim gjykate që është akoma në fuqi dhe nuk është hedhur poshtë nga ndonjë vendim tjetër gjykate që mamaja e fëmijës ka kujtestarin dhe duhet i ketë në atë banesë ku jeton vetë, duhet i ketë të 2 djemt. E saj. E dashur, Gjejsi, ish vjeri, Zoti Fadil, tha që të vi edhe sot t'i takoj unë se kam ndaluar. Po pra, nuk mi ndaloj, mi ndalo babi fëmis, sepse a i del aty thot s'ka për të shku. Unë sot, sa të shkoj ke shtëpia, kam të marrë makina, kam të shku me marrë fëmin, edhe do t'a bi me foto në qofë se ma japin, në qofë se jo. Por unë uroj dhe shpresoj që sot realizohet pas emisionit ky takim, më duhet të bëj një shkëputje në këto momente për të rikthyer sërish në studio, sepse do tentoj të marr Enin, ish kunatin, ai që mban djalin tënd të madh në Greqi prej 1 viti e më shumë muaj, le të themi. Uroj dhe shpresoj që Eni të na i hapi telefonin, na tha se ishte në punë dhe kishte pamundur që të përgjigjej. Jemi sërish bashk live dashur miq dhe ndërkohë e dashur Gjejsi gjatë kohës së reklamave, ish kunati juaj më telefonoi dhe unë dua që ta marr në këto momente pikërisht
Enin. Eni Aliesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Nuk e di Eni nëse ke kohë për të folur. Po tani po se pa shpak isha pak punë. Mirë, të kërkojmë ndjes. Jemi në këtë transmetim direkt dhe në studio. Kam ish nusën e vllai tuaj, e cila po tregon se ju i keni marrë djalin në mënyrë ilegale dhe e mbanin shtetin grek. Okej. Po. Ajo nuk është as pak e vërtet. Pse nuk është e vërtet? Të dëgjojnë të flas apo të dëgjojnë? Po, kur thoni nuk është e vërtet, djali është me ju? Djali me mua është, për nuk është e vërtet ajo që i thatën që ja ka marrë me politikë. Unë djalin e ka marrë se aja ka lënë ke prindit e mi dhe prindit e mi nuk kanë qenë gjendje ndamaj. Fëmia ka qenë rrugëve, ajo ka qenë në Itali. Edhe i kam bë marrëveshjen, i kam në firmën letër që më ka dhënë, kam në firmën që ka ardhur më Greqi, ka frymos që u ka regjistruar djalin në shkop, i kam thënë djalin ndamam për jetë më të mirë se mos ngel rrugëve në Shqipëri. Po kishte baba në Shqipëri. Kjo është këtë historia. Por ai ka dhe babai në Shqipëri. Ka baba. Ka dhe babai në Shqipëri, është dhe vllai juaj. Babai është i pa punë, është i pastër, nuk është i zotit i mbaj 2 fëmijë. Po mirë, pse nuk e lejon ti djalin të flasi me nënën? Djalin e ka milion, sa e ka desh ajo, sa e ka desh djali vetë, telefonin e ka djali ka flas. Kur ka desh ajo, si ka desh shefi ka ardhe ka taku djalin, jam nxjerr, po ta porse që nxjerr ajo, janë me mendimin e saj. Kam 3 muaj pa fol me çunin. Djalin sa e ka desh ajo ka ardhe ka taku, nuk e ka ndalu kërkush. Po kam 3 muaj, thot Gjejsi, që ka... 3 muaj, unë të nxjerr dhe djalin në telefon, me dhe ndarkut ku të shkiki shpije, se tani sim kë shpije, të flas dhe djali vend qofë, se unë i kam thënë djalit më sfol ti me mamin tatë. Eni, të lutem, ti e ke sjell djalin në Shqipëri, e ke çuar prapë në Greqi, si e ke kaluar këtë djalë kufirin? Si ka kaluar ky fëmijë kufirin pa një prokur të nënës? Sa e prokur ka skaduar që ajo të ka dhënë? Si prokur, e kam bërë, ashtu si që kam bërë kam morë, e çuva djalin me pa vllajën e vet, nëna vet nuk ka qenë në Shqipëri, ka qenë në Itali. Si e kalove ti në kufir? Se s'ke të dë aprovimin e nënës. E kalova. Po kjo është jashtënishme, a e kupton që ti dënohesh për këtë gjë? Dënohem unë? Po patjetër, një fëmijë ta kalosh në mënyrë ilegale, jashtë territorit të Shqipërisë dënohesh. Qoftë edhe nëna nëse e bën këtë veprim dënohet. Ju që jeni xhaxhaj, ajo mund të të akuzojë ty për rrëmbim, fëmije. Rrëmbim unë fëmija e sajt, ajo mund bëj që dojë me trunin e sajt, po unë fëmijën e sajt ja ka morë për më të mirë, për më jetë më të mirë. Një më mirë, unë e kuptoj që ju e keni bërë nga dashamirësia, po mund të flisi pak dhe me juriste Nexhi Beqiri, që është me mua në studio. Nexhi, mund ta marrësh dafën mikrofonit. Të lutem, i ke futur vetes një siklet të madh. E para njëre, një siklet të madh. Sepse me vendim gjykate, mamaja ka kujdestarinë e fëmijëve, njëkohësisht babai i 2 fëmijëve ka detyrimet e veta për të 2 fëmijët. Ju jeni xhaxhaj, nuk keni asnjë të drejtë ligjore që të mbani fëmin e 2 personave të tjerë, qoftë dhe vllai juaj, ta mbani ju. Zonja në studio tha që ka dhënë një prokur vetëm për një qëndrim 10 ditor, i cili ka kaluar... Po, kështu tha. Po firmën që ka zonja ka hupë të që i kam thonë fëmin du ta regjistroj këtu në Shkop? Ka bërë prokur aty në Greqi? Po, ka arti shkolla. Ja thuj, ma dhe prokura. Keni shkuar dhe keni dhënë fëmijës... Gjesi thot që... Nuk kam dhënë asnjë lloj prokure në Greqi. Gjesi thot që nuk ka dhënë asnjë lloj prokure aty në Greqi. Zonja Nexhi, Dhe normalisht, dëgjoj këto. E kam firmën këtë shkolla. Më po lere shkollën. Si e ke regjistruar fëmijën në gjendje civile? Si e ke regjistruar fëmijën? Domethënë si mundet tani nuk jep me fëmijën e nënës, me firmën e nënës, ka nëna vetë në shkolla. Po si mund të lejojnë kur ai fëmijë ka nënën dhe baban e vet i ka në 2 shtete të ndryshme? Jo, po si një nënë të firmos fillimin e shkollës dhe si jeton vetë në Greqi, është absurde. Po Gjesi thotë që se kam bërë kur një prokur nuk kërkon djalin, nuk ja kthen djalin që të jetoj me nënën. Mirë, e zëm se ke të drejtë. Në qoftë se, sepse është në studio dhe thotë, e ka bërë këtë gjë, por e diti që në qoftë se kjo tani denoncon në polici këtu, që fëmijën e mban ti, dhe ai s'ka as kartë identiteti shqiptare, nuk ka domethënë as miratimin, lejen, një deklarat notariale që bëhet tek noteri në Republikën e Shqipërisë, për të lëvizur me një afat të caktuar kohore tjerë. E di që ti akuzohesh për rrëmbim fëmijës së tjetrit dhe ti duhet bësh burg? O ti zonjë, dhe ligjin që thua shumë bukur, po më thëmë, nuk e ka morë fëmijën me dhunë, nuk e ka morë... Po atëre do t'ja kthesh.
Atëherë, më dëgjo pak mua. Atëherë duhet ta kthesh direkt ke nëna dhe babai vet. Sepse ka një vendim gjykate. Po. Se nëna nuk i ka kërkuar as një maj, po nëna Jo, ajo për këtë ka ardhur në studio. E bllokuar. Ajo për këtë. Ajo për këtë ka ardhur. Ja, dëgjoj, apo gazetares. Gjesi sot ka ardhur për këtë sepse kërkon të dy fëmijët. Babai juaj i premtoi që të shkoj ta marrë që sot. Ku i ka lënë fëmijët ajo? Shiko, ka qenë e detyruar për një moment të caktuar, tani i do. Dhe kaq. Të lutem, i dashureni, ndoshta je i irrituar dhe nuk e prisje këtë telefonatë drejt për drejt nga një studio televizive. Unë jam i zoti mirë dashur. Jo, ti mund jesh i zoti jeri, po ata fëmijë kanë një nën, kanë dhe një baba. Dhe nëse babai nuk është i zoti, është nëna e zonja për t'i rritur. Nuk ka kuptim. Të dali xhaxhai, jam unë i zoti për të rritur nipin. Është nëna, ka një vendim gjykate. Zotri, nëna ka një vendim gjykate që ka kujdestarin. Kthjellohu mirë i dashureni. Jo, ne kemi një vendim gjykate, gjithë dokumentat i kemi, na ka sjell dosjen, i kemi parë të gjitha. Të lutemeni, kthjellohu dhe kuptoje çfarë po bën, nëse nuk na beson, merr një avokat, një mik, pyet dhe tregoj çfarë veprimi ke bërë për të kuptuar se do jesh në telashe. Gjithsesi ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe unë uroj dhe shpresoj që nëna të bashkohet sa më shpejt me fëmijët. Mirë, do bëjmë një shkëputje në këto momente, nuk kam kohë televizive, e pamundur për të vazhduar dhe një emision të tretë me JC pasi gjithë thelbi u dha ditën e sotme. Jemi rikthyer në studio dashur miq, në fakt JC dua ta mbylli me një mesazh. Unë uroj dhe shpresoj që ish Kunati, ish Vjerri të kthjellohen, të pyesin miq, avokat, kuptojnë se çfarë po bëjnë, që po e shkelin ligjin dhe të ndërgjegjësohen dhe të lënë të flasësh dhe takosh me fëmijët. Një mesazh që do ju përcjellje, ish Kunatit dhe ish Vjerris. Jam e sigurt që janë duke na ndjekur. Po, unë i them vetëm që të mbinë fëmijët mrapsht. Unë jam e zonja që rris vetë fëmijët. Edhe pse kam vazhduar jetën time, s'do thotë që si rris fëmijët e mi. Unë punoj, shtëpinë time e kam, me sigurume jam, punë jam, rrogën e kam me majt 3 fëmijë, jo vetëm 2. Dhe ta uroj zemër të bashkohesh sa më shpejt me fëmijët. Falenderoj Zonja Nezi që të pata në studio. Faleminderit dhe ju, se që e interesante. E gjithë kjo histori, janë realitet, histori reale që për të nxjerrë mësime. Të dhimbshme. Gjesi do mbetemi bashkë në kontakt. Mirë dashur miq, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Ju falenderoj dhe juve që ndroat me mua deri në fund të programit. Bashkë ritakohemi sërish të nesër live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.